Vazhdojmë me pyetjen e radhës. Selam aleikum, hoxhë nderuar, a I pranohet agjerimi atij që nuk e fal namazin? Ai që Allahu nuk I ban namaz, agjerimi nuk I pranohet atij. Dhe kja mendimi I shokëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë pejgamberi Allahut, dallimi mes muslimanit dhe jo muslimanit është namaz. E ai që nuk ban namaz nuk e ka përmbush kushtin, elementin kryesor për që u pranu agjerimi. Mirë po agjerimet nëse I ka agjeru në të kaluarën pa namaz, e tash ja ka fillu namazit, çka puna agjerimeve të atyre? Ato në agjerime I pranohet të gjithë nëse nuk vdes pa namaz. Kurse nëse vdes pa namaz, asnjë namaz Allahut azza wa jall nuk ja ban, nuk e krin këtë detyrë, agjerimi ti është jo I pranuar te Allahu. Se ka thonë Abdullah ibn Shaqiq el-Balkhi, njëri prej tabiinëve, sahabët nuk e kanë pa që një vepër njeriu nuk e kanë pa. Shokët e pejgamberit Allahut nuk kanë pa që me lonjen e një veprës, do më thonë me përtaci, nuk e kanë pa sahabët që me lonjen e një veprës me përtaci ja zgjeson njeriu dhe veprat përpos me lonjen e namazit. Pra ata që agjerojnë, ne çka I thojmë atin? Bani namaz. Për ndryshe, nëse vdisni pa namaz, agjerimi juaj, haxhi juaj, sadakaja juaj, çdo e mire juaj nuk është e pranum te Allahu azza wa jall për çkak argumenteve të shumta nga Kurani Kerimi dhe hadithet e pejgamberit Allahut, thuajse dhe ixhmaja e sahabëve, të cilët kanë rënë ujdi se namazi njeriu ja prish imanin. E çish pranohet agjerimi pa iman? A ka mundësi njëni, një kojshi, një ace, edhe ai thot, ajtë dhe unë po agjeroj. Edhe vetë hoxhën feni, thot, çka puna si vetë agjerova? Thot, ja, ka të kije. Pse? Thot se a dash ma ispari iman me pas, edhe pastaj me agjeru, që agjerimi I jotë mu të pranu. Pra imani është kusht për të pranu veprat. Se Allahu e ka bo haram gjennetin vetëm për besimtartë. Cila vepër që me lon me neglizhencë, me prites. Pra unë e di se kam farz, e di se kam gjuna, e di. Tamam e di. E beson? E besoj. S'kam dishim ta. Amo që për mu ka jetë, apo kur dalë në benzi, apo e kam lon pak për ma vonë, amo kam I anis. Kejtë këto nuk janë arsye. Këto vepra, këto arsye ta rënojnë imanin. E çka puna e agjerimit? Agjerimi jot nëse vdes këtë gjendje nuk të pranohet te Allahu. S'kemi as gjys argumente për ata të cilët I motivojnë të agjerojnë, a namaz nuk bojnë. Pra ti sigur agjeron, ai Allah që të ka porosit të agjerojsh, ai njëjti të kalip namaz, bile, ta kalip namazin para agjerimit. Dhe I njëjti, sigur ta kalip shahadetin para namazit, ta kalip dhe namazin para agjerimit. Pra lejo të ndërshëm, të kujdesimi. Kja fillojmë namazit, për shkak se namazi a qelsi pranimit të agjerimit, për ndryshe, nuk kena bo diç tjetër vetëm, e kena lodh vetën tonë, Allahu azza wa jall na fal dhe na përmirësoft. Allahu Allah